Përshëndetje, jam Patricia dhe dua të ndaj me ju projekti Arti i Gruas. Tek projekti Arti i Gruas do të gatuajmë ushqime të ndryshme nga Italia dhe nga Brazili. Do të bëjmë punime dore me gjëra të thjeshta që ju mund të gjeni në shtëpi. Dhe gjithmonë do të lexojmë edhe një varg nga Bibla, sepse duhet të dini që ushqimi na ngop trupin, por fjala e Perëndis që është Bibla na ngop shpirtin. Sot të gatuajmë për recetën tonë duhet një gotë kos, 2 apo 3 lugë sheqer, 100 gram çokoladë të zezë, gjysmë litër qumësht, 2 gotë lule shtrudhe. Bashkojmë ingredientet për 2 minuta. Nëse nuk e keni shtrudhese, mund t'i përzini me duar. Marri lengun dhe e hedhim në gota plastike ose në gota që janë posaçërisht për të bërë akullore. Tani do të tregoj një mënyrë tjetër se si mund të bëjmë akullore me çokoladë brenda. Po përdor këto qese të vogla, siç e bëjmë në Brazil. Nëse nuk i gjeni, mund të përdorni gotat plastike pa çokoladën, mund të shkrini në mikrovalë për 1 minutë, ose mund të shkrini në tenxhere duke bërë kujdes që të mos ngjitet. Marrim gotën dhe i hedhim çokoladën brenda. Veproni në të njëjtën mënyrë siç po bëj unë. E lini gotën në ngrirje për 10 minuta.